Jam ullur në një sedile. Nuk jam as në autobus dhe as në makinë. Jam në një ambient krejt të veçantë, ndryshe çka jemi mësuar të shikojmë. Në fakt, të gjitha materialet dhe detajet që do kemi mundësi t'i rrofojmë në këtë intervistë të sotme janë materiale të riciklueshme, por që janë vënë në funksion. Ideatori ka qenë Astrid Dinoshi, i cili ka qenë teknik në ish uzinën autotraktorëve. Astrid Dinoshi është mishërimi i asaj shprehjes, në fakt, më mirë të dish se të kesh. Do të na rrofej në këtë intervistë të sotme pasionin, i cili sigurisht lidhet me profesionin e tij, por jo vetëm. Na ndiqni. Një lokal i ndërtuar i gjithë me materiale të riciklueshme. Si lindi kjo ide? Për të përdorur materiale të riciklueshme, unë mendoj që gjithë kush mund t'i përdori këto, vetëm të ta vrasi pak mendjen, se bën dy të mira. Koston e lirë për veten e tij dhe i heq këto materiale nga riciklimi dhe nga ndotja e ambientit. Një gjë shumë e vlerë për ditët e sotme. Këto janë vlerë në një pikë ekori që do shkonin për skrap. Unë i mora dhe kryova këtë gardh me kangjella. Me sa hodhëm një sy para se të zhvillonim këtë intervistë së bashku dhe me çka biseduam, në fakt është një shprehje që detaji bën diferencën. Në fakt, tu te ky ambient e ka bërë diferencën. Ju i keni zhveshur materialet nga funksioni fillestar. Të gjitha gjërat që janë uniform kanë një farë shplarje në sytë të njerëzve, kurse ato që janë pak egzotike dhe të rralla, unike dhe ngjisin më shumë tek njerëzit dhe ata ndjejnë më kënaqësi për t'i parë e për t'i provuar këto gjëra. Ne do të kalojmë në një tjetër kënd, sepse ky ambient ku neve po zhvillojmë këtë intervistë ka shumë gjëra të tjera interesante për të folur dhe për të na i rrëfyer ju. Ashtu sikurse e tham që në fillim, ju keni qenë teknik në ish uzinën autotraktorëve. Ky pasion që ju keni ka lidhje me profesionin tuaj apo ka lindur gjatë kohës? Njohuritë e përgjithshme kurdoher kanë rolin e tyre në jetën e njerëzit. Të jesh i mësuar dhe i ditur është gjëja më e madhe dhe më e shtrenjtë që mund të ketë një njeri. Pasioni për t'i bërë këto gjëra, pavarësisht që kanë lidhje edhe me profesionin tim të asaj kohe. Se po ta vrasësh mendjen në gjitha gjërat e shkruara nëpër libra. Interneti sot bën punën e vet, mund të marrësh informacion dhe mund ta bësh çfarë lloj pune që ti e ndjen të nevojshme për ta bërë dhe e bën. Do të vrasësh vetëm mendjen. Ky karoseli për shembull, si është ndërtuar? Karoseli është në bazë të tij ka një moco makine. Kjo është ajo pjesa që ku montohet rrota e makinës. Është futur në një shkëmb i cili unë e kam marrë në dajt dhe kam vendosur këtu. Dhe aty kam vendosur mocon dhe sipër mocos pastaj kam filluar të bëj saldimet dhe këto kariket që po edhe të gjitha këto materiale që shikon këtu, këto janë blerë nëpër pikat e ekorit ku do shkonin për skrap. Një kosto të lirë. Kosto është aq e lirë sa çdo njeriu do t'ia rekomandoja që ta vriste mendjen për të bërë të tilla gjëra. Për dy arsye, për arsye primare për individin që kosto është e lirë, edhe kënaqësia shumë e madhe dhe edhe kur e shpjegoj njerëzve, ndjen një farë kënaqësie drejtja taj. Kënaqen ata kur ti dëgjon që i thua që e kanë bërë vet, edhe e kanë bërë. Edhe kur mundohesh e shijon më shumë gjën tënde dhe pronën tënde. Sa më tepër të lodhesh në të, sa më tepër dihesh të derdhësh, aq më tepër ndihesh mirë. Zotja Astrid, për hir të së vërtetës do janë të sigurta, absolutisht. Patjetër që janë të sigurta. Kjo s'do të thotë që mos kujdesemi për fëmijët kur hipin në këtë karosel, Është detyrë e prindrit patjetër. Detyrë e prindrit edhe inkursione që unë u jap atyre që do të jenë të kujdesshëm në momentet që fëmijët janë atje, po sigurisht që se kanë kohë që përdoren dhe s'kan ndodhur asgjë. Edhe në një kënd tjetër, mua më bëri shumë përshtypje në fakt, sepse keni improvizuar me gur një kaktus. Një bim kaktusi, po si ka lindur kjo ide? Më thatë që keni marrë inspirim nga diçka? Patjetër, kur unë merrja këta gur që shikoni ju këtu për të përdorur për gjëra të tjera, mua më hasi një gur që kishte një vërim të qarë nga natyra. Dhe aty më lindi ideja që po të veproja në një mënyrë të tillë edhe me guret e tjerë, do krijoja një figura të ndryshme. Dhe figura e kaktusit më lindi se ishte edhe me thjesht nga mënyra se si mund të bësh, të përpunosh, dhe e bëra këtë punë. Tash ju po ta shikoni këtu, gurët
janë të futur, është një shufër metalike, që është një bazament në një gurë të madh dhe krijohet forma dhe pastaj futen gurët. Dhe kjo krijon një diçka unike dhe të rrallë, të paktën unë nuk e kam asur në një vend tjetër. Është dekorative, s'ka nevojë as për ujë, po zakonisht të bimët e llojit kaktus nuk ka nevojë për shumë ujë, por gjithsesi është edhe dekorative. Është dekorative dhe kjo shikojeni vetë dhe ka nevojë për kujdesje të tepërta. Kush që shikon kënaqet. Mirë, zoti Astrid, ne do lëvizim në një kënd tjetër në fakt, tu është një labirint. Do ta mbyllim këtë derën. Ja rekomandoj të gjithë njerëzve. Ajo dikur ka qenë një copë llamarin. Unë e mora atë copë llamarin, i dhash një formë, pak a shumë të çuditshme, për mua ka një kuptim, kupton? Dhe nga kjo formë lind një diçka që ti e shikon dhe e vret pak mendjen dhe kënaqesh edhe ajo. Ambienti nuk e ndot, po kënaqet edhe syrin e njeriu. Pra keni sipas shijeve kjo ka të bëjë sipas shijeve. Keni incizuar mbi llamarin, por në fakt ka dalë një vepër arti. Impresioni ka qenë nga Picasso ja. Kam pasur fatin që në Filadelfia të shikoj një ekspozitë të tillë me sendet që ai rrifte me çekiç. Dhe nga kjo, unë them që jam Picasso, po nga kjo lindi kjo figurë e çuditshme, për mua ka një kuptim dhe shpjegimet të tjera çdo njeri i nxjerr sipas interpretimit të tij. Edhe kjo shpata është e ndërtuar. Shpata e krijuar simbolizon diçka dhe shpata, historinë. E bëre gjitha nga ju e punuar? Po, gjithçka që shikon në këtë ndërtesë, gjithçka, përveç se punëtorët që kanë punuar, kanë bërë punët voluminoze dhe të kraut, idetë dhe realizimet janë nga unë, personalisht nga unë. Ndërkohë, zoti Astrid, ne do kalojmë në një tjetër, do ta përqendrojmë vështrimin ton në një tjetër kënd. Jam pikërisht këtu, është një varg, është edhe një tunel i improvisuar që shërben për të luajtur fëmijët, për të argëtuar. Edhe për të ngjallur pak kurreshtje për të kaluar në disa vështirësi fëminore. Tunelet plastik, me thënë të drejtën. Kjo nuk është plastik, ë? Jo, nuk është plastik. Do ta shpjegoj. Tunel plastik ka një kosto shumë të lartë dhe plastika është ndotës shumë i madh i ambientit kur dalin jashtë përdorimit. Është një lëndë që duan qindra vjet që të asimilohet. Kurse metali ka një natyrë tjetër, korozionet ata e gryen më shpejt. Po megjithatë, edhe metalin, edhe plastikën ti mbajnë mbi tokë dhe jo nën tokë. Ky është qëllimi im. Këto janë fuqi që kanë një kosto me shumë pak lek. Mund të themi që një fuqi e tillë e bler në magazinat e skrapit koston 300 lek të reja. Dhe këto 3 fuqi nga 300 lek bëjnë 900 lek. Plus punën që unë e bëj vetë, nga kënaqësia që ndjej duke punuar, këto kostojnë shumë pak. Po ti blesh ka një kosto marrëmendse. Këtë bazamentin e kam bler tek një njeri që shet skrap. Kurse këto elementat janë element të kangjellave, të cilat përshtaten shumë mirë, duke vënë 2 stola, duke i salduar dhe i bërë, krijohet kjo varg që është shumë e lezetshme dhe shumë argëtuese për fëmijët. Edhe është edhe sigurt, se kemi të bëjmë që është komplet peçeliku. Pra që e kryen në tërësi funksionin. Shumë mirë. Dhe fëmijët kënaqen duke lodruar. Kështë dëshirë mund të provosh? Po patjetër, po mbas kësaj interviste do t'i provojmë gjitha se sa të rehatshme janë, por edhe se sa të sigurta, patjetër. Po kjo, zoti Astrid? Kjo është një ndryques, i krijuar, ideuar nga unë, ato janë kapak fuqish, po do t'jetë ndryquesit që kanë bërë unë patjetër që i kanë blerë, kurse gjithçka tjetër është krijuar nga materialet riciklueshme. Se një nga kënaqësitë mia më të mëdha është të ruaj dhe të shkuarën. Për shembull, po të shikosh të karroca atje lart. Kuptoni ajo? Është një karrocë që rri prej ndoshta edhe 60-70 vjet në shtëpinë time. Kuptoni, është një karrocë italiane, model italian. Dhe kënaqësia që unë e ruaj atë ka të bëjë me djalin tim për arsye se gjyshi i tij ose baba im
e shëtiste me atë karrocë, kështë vënë disa kuzhineta dhe shëtiste atë dhe bën të xhiro dhe për kënaqësinë e djalit edhe se unë e ruaj atë me fanatizmin më të madh. Atë do ta ruaj, pastaj fëmijët nuk e di si do bëjnë. Për nostalgji, është material që i reziston kohës për më reziston tepër. kohës edhe s'duhet pse ta hedhësh. Ajo ka një vlerë, kupton ti për historinë. Zoti Astrid, tani na udhëzo ti, na udhëhiq ti ku duhet të ndalojmë? Po them se ky është banaku i barit, po të shikojmë në konstruktin dhe në mënyrën se si është bërë edhe është punuar, po thuaj se edhe këto element që shikojmë aty, konstruksionet të gjitha, unë nuk i kam blerë të reja, po edhe ato i kam blerë kur këto kanë dalë as përdorimit, një objekt tjetër është prishur dhe unë i kam marrë dhe i kam adaptuar për të ndërtuar objektet e mi. Për shembull këto, më tha që janë fletë sharre, ë? Disje sharre, kupton ti kryen dy funksione. Krijojnë atë të parin, kupton ti, edhe unë aty kam gdhëndur me saldim emrin e mbesës time, të vogël. Aurora. Aurora që unë e dua shumë dhe përshëndes. Dhe kurse kryen edhe funksionin tjetër, aty është qendra ku është pika e rëndesës së taracës. Pikë nevralgjike që mban edhe një pjesë mirë të strukturës. Ato shtesat e pikimit të saldimit, ato e përforcojnë edhe më tepër, kryen dy funksione. Pra jeni treguar me mend në këtë rast, dhe jo vetëm kjo tavolina. Për shembull, kjo është komplet me material të ricikluar, siç e shikoni ju është punuar me pllaka të dala jashtë përdorimit, që do të hidheshin. Kuptoni? Unë kam formë mozaiku. Formë mozaiku me një kuptim, këtu do shikojmë që kemi shishet e vajit, të ullirit edhe të limonit, këtu kemi pozicionet e pjatave, këtu kemi tavullën e cigareve. Njeriu edhe duke ngrënë, duke shijuar, duke pirë një gotë, ta vrasi edhe pak mendin se çfarë janë këto forma. Edhe gota qëndron shumë mirë në fakt, nëse ne e provojmë këtu, ja, është sipërfaqe e rrafshët. Po, patjetër që është sipërfaqe. Shumë praktike për më tepër. Mbi të gjitha është kolorike dhe e bukur. Të kënaq. Kemi edhe një etazher këtu që unë e vura re sapo hyra në lokal, është ndërtuar po prap me disje. Ky ka një bosh qendror, është ndërtuar me disje sharre, është solid dhe ka dhe po ta shikosh edhe nga ana estetike është diçka që është e pranueshme dhe e thjeshme, pavarësisht se është me materiale të riciklueshme. Modeluar edhe me zinxhir në pjesën e jashtme. Vjen në një pjesë të jetës dhe të punës time, që dikur kam punuar në Amerikë në një kompani mode. Edhe një ori të përgjithshme që kam në këtë fushë ndikojnë edhe tek kompozimi i gjërave të tjera. Fakti që ju keni jetuar prej 11 vitesh në Amerikë, sigurisht dhe puna që keni bërë atje, ju më thatë paraprakisht, para se të nisnim këtë intervistë, keni punuar për një markë të njohur, në fakt për Calvin Klein. Cila ka qenë puna që keni bërë ju atje dhe si ka qenë të punosh me një markë të njohur që ndërkombëtarisht? Vetë emri është impresionues, Calvin Klein. Problemi është që unë aty kam punuar si teknik ose supervisor i pasarelës, domethënë kam bërë një punë teknike, nuk kam pas lidhje me modën me këto gjëra të tjera, po duke ndenjur afër njerëzve të modës, ti edhe mëson. Dhe kjo është edhe ndoshta edhe më zgjuar edhe interesi ndaj gjërave më të bukura dhe më të shijshme të jetës, që në këtë aspekt unë mund të flas shumë, po nuk është objekti i misionit kjo. Jo, unë të ngacmova, sepse më bëri përshtypje, e pash një kënd tjetër që ka, po themi, logon e Versaces, sigurisht, dhe dizenjimin, pra ju ka ngacmuar kjo punë që ju keni bërë për të zhvilluar edhe gjërat të tjera të bukura, përsa i përket Padyshim. materialeve që ju përdor. Duke ndenjur dhe punuar. Ne mund të afrohemi te këndi. Afër njerëzve të shquar, kjo të ndihmon shumë në punën tënde. Të zgjon ato vatrat e fjetra të trurit që edhe ti të bësh si ata. Megjithëse unë në mënyrë më modeste bëj shumë gjëra të vogla, kuptoti ajo, po ja që njerëzit i pëlqejnë. Puna juaj ka lënë gjurmë në fakt. Çka ka bërë që juve të merreni edhe me modelimin e drurit në një formë tjetër, në një stil tjetër, po themi. Këtu te ky këndi për shembull, është e paraqitur marka e Versaces, logoja në fakt, dhe pjesa tjetër
Pjesa tjetër është vjazimi i drejtë që përdor në shtrirjet e tij të modës Calvini, në të gjitha veshjet e tij dhe në dizajnet e tij, po ajo gjetja Versace Calvin, unë them që duke përdorur logon e Versace, duke bashkuar me Calvin, përveç se bën mirë, nuk bën asgjë të keqe. Nuk do shumë mundim për të krijuar. Do që padyshim edhe pak talent, që njeriu ta ketë lindur këtë, edhe ta forcojmë nëpërmjet punës dhe dijeve gjatë kohës, edhe krijon edhe gjëra duke përpunuar. Për shembull, unë në aspektin e drurit tash nuk e kam vështirësi që të bëj gjithçka. Atë punë që e bën një marangoz ose që e bën një saltator ose që e bën një murator, unë e bëj. Vras pak mendjen, i thres nevojës se më dua ta bëj, që mos paguaj para dhe them që bëj. Ktu është një kënd tetë i veçantë, ka shumë materiale të ndryshme nga njëri tjetri, por që i lidh një e përbashkët, e shkuara dhe historia. Mund na e shpjegoni pak? Okej. Po të shikojmë këtë fasadën këtu, ajo është bërë nga drut që shiten për t'u djegur, kuptone, është dru panja dhe frashëri, mbasi ai merret dhe thahet për një farë kohe, ikën në lagështira, ata mund ta gjithkush mund ta marrë në një sharr, mund ta presi në feta, po i them unë në feta, kupton? Dhe pastaj mund të krijojë figura të ndryshme në murin e tij të shtëpisë me një kosto shumë të lirë, duke ngjitur me silikon. Është aq i thjesht për ta bërë, kur fillon edhe e bën, dhe shumë e vështirë kur e mendon se duhet ta bësh. Po ama vështirë njerëzit duhet të ndjehen vështirë për të bërë një gjë. Se gjërat janë shumë të thjeshta dhe shumë praktike. Mjafton të kesh ide. Të kesh idenë edhe të marrësh edhe mundimin drejt gjithaj. Duhet vrarë mendja. Nuk ke pse shpenzon lekë të tepërta, kupton se të bësh atë faqe muri, po të shkosh ta blesh, ajo ka një kosto për 100 eurosh për metër katror, kur që kosta e saj është 10 euro. Këtu është gjithë problemi dhe thelbi dhe ndryshimi. Po këto kanatët prej druri janë kanate që i përkasin... Ato janë me mbetje druri që zakonisht marangozët ato i edhin, po ama po ta vrasin mendin mund të krijojnë kënde të tilla për të mbajtur shishet e verës. Janë shumë të këndshme dhe të sigurta për të mbajtur shishet e verës. Kanë dhe një funksion estetik. Patjetër, funksioni estetik është ndërtuar edhe me atë domosdoshmërinë që ato t'i shërbejnë gjëja, jo thjesht vetëm për të bukura, jo thjesht të këndshme. Këtu kemi një formë dritareje në fakt, pak a shumë, por që brenda ka një histori. Sigurisht që ka një histori, po ka dhe disa materiale të cilat unë nuk i shquaj dot në çfarë mund të jenë, janë kafe më duket? Po. Një miku im vjen pi një kafe një ditë në mëngjes dhe më tha që kam një thes me kafe, tha, po se që ka marrë pak aromë. Okej, të hynë punë ty, a i më dhuroj thesin me kafe, kupton? Dhe unë pasaj e vrava mendën dhe lindi kjo ideja për të krijuar këtë që shikoni jo. Konfigurim të tillë? Konfigurimi, kafja u lyhe me ngjyra të ndryshme, kupton ti, idhet në mënyrë të shrregullt, duke i lëvizur ato krijon këto forma që janë, kurse në krahun tjetër ka një platformë tjetër, nuk ka këtë paraqitje. Mirë, do ta shohim në krahun tjetër. Ja, tani biles në këto momente, meqense jemi duke biseduar për këtë kënd, ndërkohë që operatori ynë Latifi është shumë i vëmendshëm të na ndjeki. Po. Kjo kishin një strukturë të një pema e jetës, kurse këtu kemi të shkruar kafe. Dhe këtu kemi 3 xhama. Xhami në mes ndan platformën në 2 pjesë, atë kemi krijuar një formë tjetër, kurse këtë kemi krijuar një formë tjetër. Dhe e çuditshme është kjo, gjithë këtë që ti shikon është bërë brenda 2 orësh. Ideja që për 2 orë mbaroi dhe nuk u dë shumë punë. Kurse këtu gjithsesi, po, kemi një mozaik. Po ta shikosh, këto janë boçe pishe. Edhe gur edhe tull. Okej, ja një boçe ra. Okej, nuk ka problem. Këto boçet e pishe, po të merren të thahen, me këto mund të krijesh figura të çuditshme dhe shumë të bukura. Dhe duke i punuar me kujdes, po unë nuk mund të them se jam artist, po unë kam dashur të krijoj një figurë të tillë që ka një kuptim. Unë jam i dashuruar mbas pemës, siç jam dashuruar mbas hitës time. Mund të kem bi 100-200 dafina, e dashuroj dafinën, me thënë drejtën, nuk është vetëm problemi i saj aromantik, po ajo ka dhe një frymarrje shumë të mirë për ambientin. Po ka dhe simbolik për më tepër, historinë e njerëzimit. Po. Zoti Astrit, juve flisni, mua më ndalet vështrimi gjithkund. Çfarë është ajo? Janë hobet e mia të fëmijërisë.
Unë i kam ruajtur me fanatizmin më të mëdhaja. Ajo është një bukë peshku që është punuar me ngjyra të ndryshme dhe me çimento të bardhë. Gjithashtu edhe ajo tjetra atje është një pikturë e ime feminist, kur kam qenë shumë i vogël dhe unë kam ruajtur atë me fanatizmin më të madh. Janë gjëra që mua më ngjallin nostalgji dhe dashuri për atë kohë çka kam kaluar. Shumë e bukur kjo. Zoti Astrid, dolëm në një tjetër moment. Unë besoj se do jenë interesante, pasi të gjitha objektet që i përkasin së shkuarës, sa do vitet kenë, sigurisht ushtohet vlera. Dhe të ruajtura dhe me fanatizëm... Nuk ka qenë ky fiksionimi i faras, absolutisht, që çdo send që e kam bler, që ta ruaj atë për të krijuar një vlerë të re. Jo, unë ato sende që më kanë pëlqyer dhe i kam bler për të trashëguar fëmijët e mi. Ata jam i sigurt që duke parë pasionin tim dhe dashurinë që kam për ato gjëra, jam i sigurt që nuk do t'i shesin. Megjithatë, punë e tyre. Do ta udhëhiqni në këtë rrëfimin tuaj? Patjetër. E pabesueshme. E pabesueshme. A mund të ta bëj intervistën këtu nga makina e pabesueshme? Po, unë kam hyrë në një Citroen. Kur është projektuar dhe ndërtuar ky Citroen. Është një nga makinat legjend në Francë. Do thon drejtën, këtu në Shqipëri është parë edhe në filma të ndryshme, edhe shumë njerëz i thonë makinat e murgeshave. Së shqiptarët kanë parë disa filma që këto i ngasin edhe i drajvin murgeshat. Kjo makinë ka qenë në oborrin e një miku tim. Ndoshta ai në kohë kur unë e bleva këtë makinë, kjo po kalbesh, po dilesh përdorimit. Unë e mora ashtu siç ishte dhe kohën pas kohë, pjesë mas pjesë e rindërtova dhe e bëra. Dhe kënaqësia më e madhe ishte që i mbir e përdori 2 vjet dhe ndit në një kënaqësi të madhe. Pse shumë njerëz ndalonin në rrugë dhe e pyesnin me kënaqësi. Them që neve të tërë duhet ta kthejmë kohën pas. Duhet ta ruajmë të shkuarën. Pa të shkuarën e bukur, duke lënë pas krave të keqen. Nuk më kishte qelluar ndonjëherë ta bëja intervistën nga xhami i një makine, edhe për më tepër në një Citroen të 53-shit. Tani unë do zbres sigurisht, sepse ne do kemi të tjera detaje për të zbuluar, faleminderit. Edhe këtu vura re se detajet nuk shpëtojnë në të tilla raste, një hudhër. Hudhra mbahet për syrin e keq. Makina është targuar me emrin e Elvis Presleyt. Këta mund ta shikojmë, targa e tij është... Jeni fan si muzikës së tij? Me thënë drejtën fëmijët. Ata janë të dhënë shumë mas rockut, unë jam shumë i dhënë mas muzikës polifenike. Më pëlqen çdo gjë që vjen dhe buron nga populli, dhe kjo nuk është vetëm për ta shprehur si slogana, si ashtu, po atje ndihem mirë. Nuk e di, po mua muzika popullore më pëlqen, si ajo e Veriut dhe e Jugut. Sidomos më kënaqen këngët tiranëse me thënë drejtën. Vetë nga origjina jeni? Maman e kam nga zona e Voskopojës, babain e kam Korçar, po me thënë drejtën po t'i futemi kësaj historie, origjina fare e vjetër vjen nga Dinosha e Malizzi. Një orë e ndërtuar me steka bilardoje. Unë se kisha parë ndonjëherë me thënë drejtën. Me një xham të zi, të rrethuar me një kordon plastik, me steka bilardo të dalë jashtë përdorimit që s'përdoreshin me një aparatore dhe krijohet kjo orë. Ka një stil krejt të veçantë. Patjetër, po, kjo ora duhet të harmonizohesh edhe me atë fasadën që ka mbrapa, në mënyrën e të lyrit dhe të bojatisjes. Nuk më të themi që është një pikturë, po është një bojatisje, po një bojatisje e këndshme. Si zoti i shtëpisë, ku duhet të kalojmë tashmë? Po, në një tjetër ambient, ju e keni pagzuar si shtëpia e miqve. Po, është vërtet. Kjo është shtëpia e miqve. Mua zakonisht unë jam një familje e madhe dhe kam shumë miq, të cilët kur vinë e buajtin për një ditë ose dy ditë
unë e përdor këtë shtëpi për ta. Ata ndjen mirë këtu dhe unë jam munduar të krijoj ato kushte që ka mundësi. Veri Jug, lindje e Perëndim, në këto momente shikojmë këtë yll me 4 cepa. Ky është kuptimi dhe simbolika. Ky ambient duket i ngrohtë vërtet, me mure prej guri, të harkuara, edhe me piktura për më tepër, që shprehin diçka. Tu është edhe një pikturë e Alushimës, e piktorit tonë të njohur shqiptar. Alushi është piktor shumë i mirë, kam pasur kënaqësinë që ta blej një nga pikturat e tij. Këtu për shembull jemi në një basorelief që tregon për dashurinë dhe jetën. Sidomos për dashurinë për fëmijët. Çfarë materiali është ky? Këto janë në gips, janë imitime, nuk kemi të bëjmë me një format origjinal. Po këtu? Këtu kemi një basorelief tjetër, kur gruaja dhe burri kthehen nga gjau të gëzuar dhe të lumtur, edhe në fytyrat e tyre të qeshura dhe muzikore. Folëm për domethënie. Po juve do më shpjegoni për domethënien e kësaj xhakete? Historia e saj xhakete është një dhuratë nga një miku im i shtrenjtë që e përshëndes për këtë dhuratë të çmuar që më ka bërë. Dhe historia e zanafiliu dhe kësaj xhakete është nga kështjella e Sizit në Trieste. Sizi ka qenë një nga perandoreshat e Austrisë dhe historia e saj mendohet, unë kam arritur ta vërtetoj, që vjen dhe është e vërtet që është një nga xhaketat e princeshës Austrisë. Në fakt, neve akoma nuk na është ngopur syri me gjithë këto gjëra që sapo pam. Kjo është një tjetër dhomë e shtëpisë Po. tua. Kjo është një nga ambientet ku unë banoj. Çdo gjë që shikoni në këtë shtëpi është bërë nga duart e mia, përveç orendive antike që të rejat padyshim janë bërë nga unë, kurse orenditë antike janë të vlera. Mirë, më lejo, ta provoj fatin. Unë nuk e di nëse do më qëlloj që ky poltron ku unë po ulem, të jetë ullur edhe cari i Rusisë. Cila është historia e këtij seti? Kjo tavolinë ka ardhur nga Sankt Peterburgu, ka një histori të gjatë, dhe më thënë drejtën, s'është ndjenjë një kënaqësi kur unë drekoj ose darkoj në këtë tavolinë. Këtu kemi 4 stinët Të famshmet e Vivaldit. 4 stinët e Vivaldit, po jo në pentagram, po në pikturë. E kush nuk e njeh melodinë e famshme të Vivaldit. Në fakt, mua nuk më kishte rastisur deri në këto çaste që po flasim, ta shija këtë melodi të se ndërtuar në pikturë. Kjo ka të bëjë me shpirtin e artistit, piktori amerikan, i shiti këto sete të limituara në New York dhe unë pata mundësinë. Do ishte mirë që t'ishte edhe muzika e tij, 4 stinës që i pëlqen gjithkujt, do ishte harmonizuar më bukur. Pa që nuk e kemi tani Vivaldin. Kush të tha që nuk e kemi Vivaldin? Ne e kemi Vivaldin, sepse kemi një gramafon të vjetër. Ky është një gramafon italian, klasik, i prodhuar në një nga kompanitë më të famshme të kohës. Përqendruar akoma tek biseda për muzikën, unë shoh edhe një radio. Edhe një radio Philips. Më thënë drejtën, unë jam i apasionuar mbas të vjetrës, se çdo gjë, unë jam me moton që çdo lloj mode është përsëritja së vjetrës me frymën e së res. Është shpirtërorja ajo që na lidh me të shkuarën. Shpirti, edhe ajo radio ka shpirt, edhe ajo flet, ka një histori, ka një ngjarje.
Kjo është përmbajtja historike e një objekti që sado i vjetër tje? Në mënyrën e vetë ato flasin, ato kanë nga një histori, kanë nxjerrë zëra. Mund të kalojmë edhe tek objekte të tjera, për shembull ajo Kultura atje është marrë në Cape Town të Afrikës, kuptoti ajo, dhe unë kam një histori të lezetshme, për arsye se unë nisa për ta bler, nga biseda që bëra, po flisja me bashkë shokun tim që ishin bashkë aty anglisht, dhe pastaj në një moment caktuar fola me Shqipërinë në telefon, persone që ishte shqiptar nga Kavaja, më impresionoi dhe më fali. Këndi i rëndësishëm për ju dhe jo vetëm për gjithë ne është familja sigurisht. Ky kënd këtu është i dedikuar për familjen. Me thënë të drejtën, unë i kushtoj një rëndësinë më të madhe të jetës time, kam kushtuar familjes time dhe vazhdoj të kushtoj me përkushtim familjes time. 2 fëmijëve të mi, gruas time dhe deri para pak kohësh edhe nënës time. Megjithatë këtë përkushtim për nënën po e vazhdoj. Megjithëse ajo nuk ka 1 muaj që ka vdekur, unë siç e shikoni e kam sjellë shumë shpejt në pikëvështrimin tim që ta kem të pranishme, jo fizikisht, po shpirtërisht, edhe nga ana vizuale për ta parë atë. Sikur se keni dhe babain. Këtu kemi të bëjmë me bustin e babait. Babai im ka vdekur hershëm në vitet 86, megjithëse edhe më thënë drejtë kam një histori me këtë bust. Babai vdiq dhe la disa para. Unë ato para nuk i shpenzova për interesat e mia, megjithëse atëherë s'kisha nevojë, po i bëra bustin. Këtu kemi një saks komplet për argjendi, është shumë i vjetër, është unikal. Atje kemi një flaut dhe aty në qendër kemi Che Guevarën. Ky është këndi Kubës. Nga familja Che Guevarës kam këto thika të dhuruara në shenjë kujtimi dhe respekti. Keni qenë në Kubë? Keni ndjekur rrugtimin e njëjtë që ka bërë Che Guevara, një nga figurat që juve? Po, deri në Panama. Unë them që shumë njerëz nuk e njohin Che Guevarën ose din për të edhe kur shprehen thjesht komunist. Unë them që Che Guevara s'ka qenë komunist, idealist. Një idealist i madh. Dhe mbi të gjitha kur kam shkuar në Kubë, qëllimi im nga qëllimet më kryesore që kishe nuk ishte turizmi edhe për të njohur kulturën kubaneze, gjërat e tjera, por qëllimi ishte për të shkuar në shtëpinë e Hemingwayt dhe të Che Guevarës. Me thënë të drejtën, Hemingway me Che Guevarën kanë një lidhje. Kanë qenë në shpirt revolucionar. Ashtu sikurse dhe ju duket. Një shpirt i lirë, krijues. Me thënë të drejtën, kam brenda vetes shumë guxim dhe nuk kam frikë të bëj asgjë. Mirë, një derë tjetër hapet. Faleminderit. Shikojmë atje është biblioteka e ime personale, që nuk është padyshim që çdo bibliotekë në brendësitë saj ka dije, dituri dhe mëson njerëzit, kurse unë në këtë bibliotekë, përveç se kam librat, kam edhe mundin e djersën se e kam bërë vetë, siç kam bërë dhe krevatin tim. Jo, ndalo te krevati. Ky është krevati perandorit? No, ky është krevati im, po padyshim që unë vetën e quaj perandor në shtëpinë time. Përderisa të gjitha këto i keni krijuar me duart tuaja, jeni perandori punës suaj krijuar. Perandori punës time dhe unë them që gjithkush me punën dhe djersën e tij mund të bëhet perandor. Për Akin ka një shprehje, balli kazanit është më i miri. Për verën thonë, sa më e vjetër tjetë, aq më e shtrenjtë. Po për shampanjën 20 vjeçare çfarë thuhet? Këtu kemi një shampanjë të dhuruar nga një miku im prej para 20 vjetësh. Ndoshta do ta hap kur të martoj vajzën ose në një eveniment tjetër, se një ditë kjo duhet ta hapur. Me që shampanja spumante dhe përmban shumë gaz, t'jeni sigurt që kur nuk e di shijen e saj se si do jetë, po t'jeni sigurt që tapa e kësaj do bëj shumë zhurmë. Çfarë janë këto, zoti Astrid? Këtu siç thash që unë koleksionet e mia i kam të certifikuara dhe
po të shikojmë një monedhë të viteve 1800, e cila e shoqëruar me të dhe me certifikatën për katse, që i specifikon në të gjitha gjërat të vitin që është prodhuar edhe vlerat që ka ajo sot në treg. Nuk do t'i shpëtoni edhe një koleksionimi të veçantë, që unë nuk do t'a lija kurse si pa e përmendur dhe është e penit, të plot të penit, që nga e peni i parë që është prodhuar dhe deri tek i fundit, si dhe konform kësaj që thash edhe certifikatën e saj, që është kjo. Them që këtu kam një monedhë që kam quar për të restauruar, se më ishte dëmtuar. Them që kam një koleksion që nga viti 1809 deri në vitin 1865. Këtu në sfond tani do të shpjegoj, kemi dy portrete të piktorit amerikan Sharon, djali dhe vajza, të vizatuara me laps, me karbon, dy portrete, si që shikoni, shumë original dhe të këndshëm. Thjesht i shikoj dhe më kujtojnë fëmijët e mi, djalin dhe vajzën, edhe aktualisht janë dhuratat e mia për ta. Zoti Astrit, na ka mbetur më gjë tjetër për të rrëfyer? Për të tjerët, ndoshta nuk do ndilte koha e jetës për të rrëfyer dhe të treguar. Për veten do të tregoja shumë shkurt të gjithë jetën time. Siç e thash edhe më parë, qofse Zoti do të më falte një jetë, përsëri do zgjidhja jetën time me të mirat e të këqijat e saj. Edhe gabimet e mia, edhe çdo gjë që kam bërë në këtë jetë, unë e kam kuptuar, e kam korrigjuar, e kam dashuruar në mënyrën time. Se të duk vetë janë këndër në rrëfimit. Ndryshe, është pak impresionuese, po fjalët dalin më të mira, me thënë drejtën. Se ke atë impresionin e kamerës, shumë gjëra tjera. Megjithatë, unë mendoj se kam ndoshta do t'rregoj edhe gjëra të tjera, po besoj se ju jeni të kënaqur. Meqense jemi drejt largimit, por sigurisht do na mbetet konsumojnë edhe pak nga ajo vera mirë që juve keni në qilarin tuaj, po në këtë rast nuk është tamam një qilar, por kam edhe qilar. Vera është e vjetër, sidoqoftë. Padyshim, aty ke vera të viteve 85, 86. Këtu jemi në një ambient tjetër të shtëpisë time, kur ndoshta unë meditoj, po qëllimi që u solla këtu në këtë dhomë, me thënë të drejtën, është piktura e Kec, një piktori izraelit, i cili përshkruan me ngjyra dhe me penelin e tij një vërtetësi të madhe të shekujve, murin e Betlehemit. T'ja lëm fundin e kësaj interviste meditimit. Do ishte gjë më e mirë, rekomandoj çdo njeriu, sidomos njerëzve që janë gjaknëzet. Ju falenderoj shumë, Zoti Astrit. Falënderimi shumë i madh i imi është për ju. Ju falenderoj.